Jo shumë larg prej vendit ku gjendem aktualisht është tribunali i Hagës. Ish kryeprokurorja e këtij tribunali, Carla Del Ponte, e nisi rrëfimin e asaj që sot njihet si akuzat për trafikim të organeve. Në librin e saj, ajo kishte pretenduar se ish-eprorët e UÇK-s ishin të përfshirë në akuzat të rënda për trafikim të organeve. 2 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, pra prej 17 shkurtit të vitit 2008, 2 muaj më pas, këto pretendime të Carla Del Pontes i shfrytëzoi senatori rus Konstantin Kosaçev. Ky i fundit i ngriti në Këshillin e Evropës dhe inicoi hetim për ta mbajtur Kosovën përgjegjëse sipas tij në akuzat për trafikim të organeve. Historia nuk përfundon me kaq. Në korrik të vitit 2010, institucioni që gjendet pas meje, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, e konfirmoi që pavarësia e Kosovës nuk e shkeli asnjë parim ndërkombëtar. Sërish, edhe zhvillimi i radhës lidhet me pavarësinë e Kosovës. Senatori zviceran Dick Marty e hartoi raportin e tij me akuzat për trafikim të organeve, atë që e nisi senatori rus Konstantin Kosaçev. Në dhjetor të vitit 2010, disa muaj pas vendimit të GND-s, Dick Marty e hartoi këtë raport dhe pak muaj më vonë raporti u miratua në Këshillin e Evropës dhe i hapi rrugë krijimit të dhomave të specializuara të Hagës. Sot, kur Kosova shënon 18 vjetorin e pavarësisë dhe shënon gjithashtu konfirmimin e pavarësisë nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, jo shumë larg prej këto gjendet edhe objekti i dhomave të specializuara ku ishtrerët e UÇK-s po e vazhdojnë përballjen me drejtësinë. Gjykimi në këtë rast është në fund dhe të mërkurën Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi do ta thonë fjalën e fundit të tyre.